Një tjetër segment rrugor në brendësi të bloqeve të banimit në qytetin e Vlorës është kthyer me një sens të dedikuar qarkullimi. Rruga në brendësi të bllokut të banimit në lagjen Pavarësia, pas godinës së ish shkollës Aulona, do të funksionojë tashmë ndryshe nga më parë. Nëse në brendësi të segmentit rrugor deri pak ditë më parë mund të qarkullojë me automjet me 2 sense qarkullimi, kudo që futeshe në brendësi të saj apo dilje, tashmë është krejtësisht e kundërta. Në hyrje të saj, do të kesh mundësi të qarkullosh vetëm me një sens drejtimi, të cilin do ta vazhdosh deri në përfundim të bllokut të banimit. Pra nuk lejohet që mjetet në hyrje të segmentit rrugor, të cilin e shënon edhe tabela, siç fondiqet edhe në pamje në këto momente, të automjeteve që vinë në kundërshtim me qarkullimin rrugor, apo edhe në përfundim të segmentit rrugor të hyjnë automjetet e tjera, gjë e cila ka ndodhur më parë. Për më tepër informacione për banorët e zonës, hyrja e segmentit rrugor në brendësi të bllokut të banimit është parashikuar në fillimin e segmentit rrugor Gjergj Araniti pranë zonës së Ish Aleksandris, ndërsa dalja e segmentit rrugor është parashikuar vetëm 1 kilometër më tutje. Pra automjetet do të jenë të detyruara gjithmonë të lëvizin në këtë qarkullim rrugor dhe jo në drejtim të ndryshëm. Për të ndryshuar realitetin në zonë, janë vendosur dhe tabelat e sinjalistikës rrugore, të cilat të tregojnë sensin e qarkullimit dhe mënyrën se nga mund të kalojnë automjetet. Këto tabela janë vendosur në të gjithë qartësinë e segmentit rrugor në brendësi të bllokut të banimit, ku jetojnë me qindra familje. Por çfarë vihet re është fakti se ka ende shumë automjete, të cilat pavarësisht se i shohin tabelat, lëvizin në zonë sipas sensit të vjetër të qarkullimit, duke ecur edhe kundravajtje. Por siç mësohet edhe nga strukturat e policisë rrugore dhe policisë së qarkut, për këto automjete nuk do të ketë tolerime dhe parashikohet ndëshkim me gjob, ndaj për drejtuesit bëhet apel për të patur kujdes. Ndërsa për ata të cilët konstatohen të jenë përsëritës, pritet të ketë edhe masa më drastike të ndërmarra deri në pezullimin e lejes së drejtimit. Njëkohësisht, vlen të theksohet se në hyrje dhe në dalje të segmentit rrugor në brendësi të lagjes Pavarësia nuk do të lejohen tashmë edhe parkimet. Për të gjithë drejtuesit që parkojnë aty, do të ketë masa administrative.